që japin gatimit një freski. Po, e kam në recetën tjetër, e kam tek të salata. Një salat me rush, si dhe ti për punën e rushit, ja. Do të tregojmë disa prej vlerave sot. Jemi sinkron me... Jo në një insert të vogël, ta na mam një sinergji mes gatimeve këtu dhe sidomos të mërkurave, ku gjithmonë do të flasim për vlerat e një produkti të stinës. Rushi është një prej frutave të stinës, kështu që janë varietetet nga më të ndryshmet. Si t'i shijojmë më mirë, si të marrim vlerat më të mira të rushit, dhe pyetja që na bën gjithmonë të largohemi ndonjëherë nga pjata është na shëndosh apo jo të konsumojmë sa duam, apo mos e vrasim mendjen fare. Tani për ta parë apo jo, na jep Altin, të Sari, na jep përgjigjet, por le të kalojmë këtu dhe tek një ëmbëlsirë tek një trileçe. Unë do bëj një trileçe të thjeshtë. Jo me shumë, kur jo me ato varavingo të mëdha. Shuna erdhi ky moment të thjeshtë. Se kishim kërkuar këtë trileçe prej kohësh. Atëherë, sa të shohë edhe një aromë për bërësit qysh tek si, 2-7... Ti ke vendosur për bërësit në tryez, unë do të ndihmoj duke i lexuar. 7 vezë, 7 lugë miell, 7 lugë sheqer. Sepse është një formulë e tillë e barabartë. Kam diku te 500 gram qumësht, nuk kam 700, po kam 500 gram qumësht, kam qumëshin e kondensuar, po patjetër të sa të nxehtë Niki dhe unë shkoj marr në frigorifer edhe panën, sepse pana duhet të jetë e ftohtë. Në gjendje të lirë nuk gatuhet. Që kështu Niki thot edhe unë shkoj bëj një trileçe në kushtet e shtëpisë që mund ta përgatisni dhe ju sot, pasi ta ndiqni dhe ta mësoni këtë mënyrë dhe shumë praktike të përgatitjes së trileçes. Ja u ndihmoj pak me recetën. Pra thamë nisëm me pandispanjen, do të përdorim për përgatitjen e saj 7 vezë, në gjithmonë duke i lënë në temperaturën e ambientit. Më pas 7 lugë sheqer, 10 lugë miell, 1 lugë kafe sod buke, 1 bustin vanilje. Për pjesën tjetër të shurupit me qumësht, na nevojitet 600 ml qumësht, 500 ml pana ëmbëlsire, 400 gram qumësht të kondensuar dhe 400 gram karamel. Kujdes kur ta konsumoni, të merrni pak në mënyrë të moderuar për të thyer nepsin. Qa keni? Pak e nga pak. Pra 1, 2, 3 këtu unë kam qumshti këtu, ja. Që nuk e ngatroj. Tu do vendos. Vezët në temperaturën e ambientit. Ua, nuk e kuptoj. Njëra që nga më e forta. Nga trileçe, është kokë fort. Ajo që ke në dorën e djathtë është veza që... u çatani, veza që kishte çarë dhe të tjerat. Vezët e kuqe nga Ovital, të përzgjedhura me shumë kujdes dhe shumë dashuri e përkushtim nga kjo kompani për të na sjellë në treg vezë të freskëta, pasura me proteinë omega 3, dhe sigurisht që vijnë nga pula të ushqyera në natyrë, të ushqyera me kujdes, që edhe produkti në fund tjetë sa më cilësor për tryezat tona. Shtuam pra 7 kokra vezë në tas, të cilat i lam të qëndrojnë në temperaturën e ambientit. Temperaturën e ambientit, më je pak edhe mikserin të lutem, Niki? Da, eqim prandi dhe vendos këtej unë, në krahun tjetër. Pra trileçe, sepse ka 3 lloj qumshtrash, këtu është problemi i trileçes. Dhe tek trileçja marr dhe bëj një gzht. Përzierje mire vezëve. Pra, ndodhet kundërta. Tek vezët mua më duhet të jenë ambient, dhe tek pana mua më duhet të jetë në frigorifer. Gjendja sa më e ftohtë. Jo e ngrirë, por sa më e ftohtë. Por atë trukun që ne na duhet për shembull, që e kemi marrë nga marketi, e kemi harruar, vendosen e shpejt diku tek sak. Diku tek 20 minuta në ngrirje. Hiqeni që mos krijoj atë shtresën në akull, ato grimcat e vogla të kristalit, dhe lërin në ambient. 5 minuta dhe punojeni. Tani, unë i thash të gjitha dhe
Shtoj masën e sheqerit. Shtoj vanilje Tash me plurin. dhe pluhur pjekës. Nëse ju keni farinë atë, nuk ju duhet. Ja që mu kryua kjo masa. Derisa mos dëgjohen kokrizat e sheqerit. Shite? Opta se nuk ka më. Do të shtoj masën e miellit, gjë që të marrë dhe unë shpatullën. Janë më Shpatullën pak time kam në lugse. vonë, po. Dhe filloj dhe e përzijej. 7 vezë, 7 lugë sheqer, 7 deri në 10 lugë miell. Miellola të imët. Një prej mielrave që ju po shihni, ne përdorim mielin për shumë përdorim, që është dhe më i përdorshëm, po mund të përdoret mielli super gjithashtu, që është dhe më imët, dhe ja shtojmë gradualisht. Pa përdorur aksen elektrike kur shtojmë mielin, thjesht një spatull. Përse, do të them edhe këtë përse unë nuk vendosa 7 lugë miell, po thash 7 deri në 10. Sepse gjendja, ne e quajmë qull tani, këtë gjendjen e qullit, del shumë e lehtë, ka shumë ajër brenda, pra dalin ato pore, dhe mua nuk më duhet që të kem një bukë, pra të kem një pandispanj që të ketë shumë pore. Pra më duhet të jetë pak me mpiksur. E përveç kësaj, vezët tani mund të zgjedhin medium, larg, varet nëse marrim 7 vezë të mëdha, mund të jenë më të vogla, lagështira e tyre ndryshon, kështu që diferenca është 2 lugë miell më shumë ose më pak, plus minus. Diferenca për mua jetimi e Androniki, që mi sqaron bukur. Sa mirë mi di këto tekstet e këngëve, këto refrenet i qafare. Do të them edhe kush e ka të autori dhe kush e ka kënduar. Lista. Kush e ka orkestruar, autori, teksti, vargji. Gjitha. Viti që është kënduar. Pra, një trazim të lehtë me spatull. Me sa shoh, po të dua unë të vendos këtu, por atë marrë një tepsit më rëmbullake, që të më dali unë të kem atë mundësi 1, 2, 3. Ne nuk kemi shumë pretendime për formën e tepsis. Pretendojmë vetëm të shia. Si e organizon ti, s'është problem. E largoj të marrë dhe një pak zvaj këtu. Ja. Pra, deri në këtë fazë jemi, si që thamë, rahëm mirë 7 kokra vezë, të cilat i lamë në temperaturë ambienti. Do thoni ju mos i përsit kaj shpesh. Do ta përsërit si ta fiksoni mirë, se dhe mësoj dhe vetë kështu. Shtuam edhe 7 lugë sheqer, edhe plurin pjekës dhe vaniljen, dhe më pas shtuam mielin, diku 7 deri në 10 lugë miell. Nuk ka nevojë ta sitni nëse e keni olla, në të kundër do ta krijoni atë imtësinë e tij. Pasi kemi rahur vezët, sheqerin, plurin pjekës dhe vaniljen me raksen elektrike, shtuam mielin duke e trazuar me spatull, jo me rakse elektrike, derisa të bëhet një mas tjetë me volum. Do filloj të rah edhe mielin, do të bëhet një gjendje shumë a hollë e masës qullit. Pra derisa, që pjesa e miellit, shiko, që akoma nuk është tretur, ja e tillë. Këtu jemi në pjesën e parë të trileçes, përgatitëm pandispanjën. Lyem tepsin, furrën do kujdesemi tani që të pastrohet edhe të marri kujdesin e duhur nga avujt. Ja, marrim gjithë këtë kremin. Bëhet një bazë, një pandispanjë e butë, si sfëngjer. Dhe do marri një ngjyrë të kuqeremt. Kaq. Ju bëft mirë kur t'i përgatisni, na kujtoni, na shkroni si u doli receta, ose kur t'kemi herën tjetër komunikimin tonë së bashku. Kalojmë tani tek receta e parë, nisëm me trileçen, nisëm me këtë ëmbëlsirë, përgatitëm pandispanjën, tani është radha e pjesës së kremit sipër, të shurupit. O, piheq, direkt.
panën, qumshtin dhe qumshtin e kondensuar, për t'i dhënë atë ëmbëlsinë e dur, të kremit sipër dhe më pas, kjo është krem karamel? Po. Kremi karamel që është tipike e kësaj ëmbëlsire. Tani, po duhet derisa Opa. S'ka problem. Ja merë tani këtu, ja bo të lutem pak pisti. Ja bo pisti të lutem. Bete sepse është shumë e trash edhe është sigurisht ngjitse. Recetën tjetër, prandaj. Të mazët ja shtojmë sipër kur të ftohet apo? Pra, nëse, dalë të shenë shumë nxehtë. Pra, këtë masë që kam unë këtu, me thik e largoj. Pra, që të përpiqemi ta... Nuk është, në ekran duket me nxirr, xhanëm. Është pjesa e duhur. Pse është pjesa e duhur? Sepse unë do ta kthej mbrapsht. Pjesën e pan të Spanjës. Ta lëmë të kullojnë ndoshta edhe pak, se ne kemi punë të tjera për të bërë në kuzhinë. Të ulet edhe pak volumi. Shif, më duhet të jetë e freskët. Kështu më duhet. Pra dhe nëse unë nuk ja ava, shifet tani këtu, bëj edhe prerjen e trileqes. Sipër. Për të pjekur duket që është pjekur mirë deri brenda. Po duket, shikoja, duket në gjyra. Do të shtoj të masë që kam këtu. Në mënyrë që ta përthith dhe duket se me një herë e përthith se është si sfyngjer pjesa e pandispanjës dhe duke e përthithur krijohet akoma më tepër masë. Shifte dhe duke e punuar, po. E largoj. E lë, mos u shqetësoj. Ja, për shumë kjo pjesa e... S'ka probleme, largojmë. Mos u shqetësoj, jo, fare, s'ka të largoj. Pjesë e produkteve që duhet të ketë trileqa. Derisa të përthithet mirë. Më pas, do ta punosh një kiti këtë, avash, derisa të zbutet dhe të marrë të ambientit, dhe e shtrojmë sipër. Duhet të përthithet mirë, pra, ju bëra një trileqe të sjell në mënyrën e shtëpisë. Po ky kremi pastaj është tjetër nivel, të di. Mirë.